mundëson tregtinë, mbështet sigurinë energjetike, fuqizon konkurrueshmërinë dhe formson se si vendet integrohen në korniza rajonale dhe evropiane. Dhe natyrisht edhe në zinxhir të vlerave. Nuk ka mungesë të planeve të infrastrukturës në rajon. Ajo që shohim shpesh është një vështirësi për të implementuar ato. Andaj do të doja të përqendroja diskutimin e sotëm, jo vetëm në atë se çfarë duhet ndërtuar, por edhe si projektet mund të implementohen, të financohen dhe të bëhen të qëndrueshme. Edhe njerë, shkurt përsa i përket respektimit kohës, tani kemi kohë të dyfisht. Krahasuar me panelin prap kisha lutur të gjithë folësit që të respektojnë orarin. Pra, është kënaqësia imja të ftoj tash shkëlqësinë të Zotrin Dimal Basha, Ministrin e Infrastrukturës dhe të Transportit në Republikën e Kosovës. Ai është përgjegjës për avancimin e konektivitetit, transportit, modernizimit dhe të integrimit në kornizat evropiane të transportit. Zotri Ministër, keni fjalën. Një faleminderit zotri Dobruna. Shkëlqësi tuaja, i dashur kryeministër Kurti, i dashur ambasador Qeva, ambasador Briggs, zonja dhe zotrinj, kolegë të dashur, jo faleminderit për kohën tuaj. Është nder të adresoj sot në forumin ekonomik të Venice, platformën kryesore për investime dhe bashkëpunim rajonal në Evropë. Austria mban një vend të jashtëzakonshëm, sepse ndajmë një miqësi, respekt të ndërsjellë dhe shkëmbime kulturore për vite me radhë. Kjo është avancuar në partneritet të fuqishëm të vlerave të përbashkëta evropiane dhe të vizionit të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet. Austria ka qenë një mik i përhershëm Kosovës dhe mbetet një nga partnerët kryesor në rrugtimin ton evropian. Pas luftës 99, kur Kosova është ballavaçuar me gjenocid dhe ka humbur më shumë se 10.000 civil dhe një pjesë e madhe ishte shkatruar, populli është ngritur nga hiri me reziliencë, qëndrueshmëri dhe besim të plot në të ardhmen më të mirë. Kemi ndërtuar institucionet, kemi rikuperuar komunitetet dhe kemi vazhduar në rrugën e paqes, zhvillimit demokratik, stabilitet, duke kulminuar me shpalljen e pavarësisë në vitin 2008, që nga ajo kohë Kosova është bërë një demokraci vibrante me transferim të paqësor të shtetit dhe Kosova ka dëshmuar respekt të plot ndaj transparencës dhe sundimit të ligjit. Njëkohësisht vendi jonë është një nga përformuesit kryesor ekonomik në Ballkanin Perëndimor, e mbështetur nga investimet fuqishme dhe një sektor të dinamik privat. Kosova për herë ka arritur arritje ekonomike mbi mesatarën e rajonit, duke treguar reziliencë dhe të ardhmen në 5 vitet e fundit në udhëheqjen e kryeministrit Kurti. Kosova ka qenë një nga ekonomitë me rritje më të shpejtë në Ballkan Perëndimor, që ka pasur fonde më të mëdha të ndara për financim publik dhe këto arritje kanë fuqizuar ekonominë tonë dhe kanë vendosur bazën për një erë të re të zhvillimit të infrastrukturës, konektivitetit rajonal dhe prosperitetit të afatgjat ekonomik. Miq të dashur, sot qeveria jonë përqendrohet në zhvillimin e projekteve kryesore të rrugëve dhe të hekurudhave, për momentin duke bërë rindërtimin dhe rehabilitimin e korridorit 10 hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë dhe integroi rrjetin tonë transportues më afër me Bashkimin Evropian. Ky projekt është afër përfundimit dhe në masë të madhe ka për të rritur eficiencën dhe qëndrueshmërinë e transportit hekurudhor në vendin tonë. Po ashtu kemi bërë progres të jashtëzakonshëm në autostradën Prishtinë-Gjilan,
vlerë për 170 milionë euro që ka për të rritur konektivitetin e Kosovën lindore dhe në gjithë rajonin. Po ashtu jam këtu për t'u thënë se ardhmja duket edhe më mirë, siç ka deklaruar kryeministri Kurti, 4 vite tashme do të jenë mandat i autostradave dhe hekurudhave për shembull. Kemi përfunduar në studim fizibiliteti për hekurudhën Prishtinë-Durrës që ka për të transformuar dhe lidhur Kosovën dhe Shqipërinë me kosto prej 1.8 miliardë eurosh. Kjo hekurudhë po ashtu ka në plan që të lidh edhe aeroportin Prishtinës që ka për të na kushtuar afërsisht 30 milionë euro. Për më tepër qeveria jonë planifikon një korridor të ri përmes Kosovës Jugore. Kjo linjë ka për të bërë një lidhje të tretë përdrejtë që do të lidh Prizrenin, Frizanin, Cilanin dhe ka për të zëruar në kufi me Serbinë Jugore. Jemi duke lidhur edhe konektivitetin vendit, ka për të krijuar mundësi të reja për tregti dhe mobilitet. Vlerësimet paraprake vendosin këtë projekt në afërsisht prej 250 milionë euro përveç rrjetit hekurudhor, po ashtu planifikojmë investime të mëdha në autostrada. Kjo përfshin autorrugën Banovë-Sarajev dhe autoudhën e Dugaxhinit që vlerësohet që të mbi 700 milionë euro dhe unazën qarkorit Prishtinës mbi 200 milionë euro. Pra me falë të tjera zonet e zotërenj, këto projekte dhe ato që planifikojnë do të përfaqësojnë mbi 1.3 miliardë euro në infrastrukturë rrugore dhe investime. Këto investime kanë për të avërtësuar konektivitetin rajonal, do të lehtësojnë tregtinë, do të zvoglojnë kostot e transportit, do të integrojnë edhe më shumë Kosovën në rrjetet evropiane dhe kanë për të bërë vend të përshtatshëm për investime për shkak të transportit si dhe për shkak të fuqisë punëtore të re dhe të aftë. Është rëndësishme të theksohet se investimet suksesshme kërkojnë partneritete me institucione, partnere financiare, investitorë, miq inxhinierë dhe zhvillues infrastrukture. Kosova mbetet e zotuar që të ofrojë një mjedis të veçantë investim, duke siguruar që të gjitha procedurat e prokurimit bëhen në mënyrë transparente, konkurrencë dhe në pajtim me standardet më të larta ndërkombëtare. Një pyetje natyrore që mund të parashtrohet është se Kosova ka kapacitetin financiar për të implementuar projekte të kësaj shkallë dhe përgjigjja është një absolute për dy arsye. E para, ekonomia jonë ka shënuar rritje të madhe dhe buxheti është rritur nga 2.4 miliardë, 4 miliardë euro që nga kryeministri Kurti mori zyrën dhe është rritur prej gati 70%. Parashikimet që tregojnë se trendet të njëjta kanë për të vazhduar në vitet e ardhshme. E dyta, po aq rëndësishme, është regjistri jonë i përgjithshmërisë fiskale. Kosova sot ka një nga nivelet më të ulta të borxhit publik në Evropë. Sipas dënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe them, politika ka dëshmuar që të mbesin deficitet e vogla, kanë qenë modeste në 0.2 deri në 0.3% të BDP-s në vitin 2023-2024, gjithsesi borxhi publik ka rënë në 17% të rrutë produktit vendor në vitin 2024, më ulta që nga viti 2017. Shkurtimisht, kur kryeministri Kurti ka marrë zyrën, borxhi publik ka qenë 23%, ndërsa tani ka rënë, siç e thash, në 17%. Zonja dhe zotërinj, kjo ka rezultuar për shkak të përmirësimit të përgjithshmërisë fiskale dhe të politika fiskale. Kjo disiplinë fiskale ka fuqizuar kredibilitetin tonë, po ashtu edhe në masë të madhe ka rritur qasjen tonë në financa ndërkombëtare. Për këtë arsye, Kosova qëndron sot si një partner i përgjithshëm i investimet kryesore dhe për këtë arsye neve mirëpresim të ndërtojmë edhe partneritete më të fuqishme me institucionet ndërkombëtare, financiare dhe investitorë në vitet e ardhshme. Mysafir të dashur, gjatë dekadës së fundit, në së ardhshme Kosova ka për të bërë një nga vetpunishtet më të mëdha ndërtimore në Evropën lindore. Tentojmë të ndërtojmë, modernizojmë dhe të lidhim vendin tonë me investime transformuese në infrastrukturë, po ashtu do të mbetemi për investime dhe do të vazhdojmë të mirëmbajmë mjedis stabil biznesor me këto projekte. Nuk mund të ndërtojmë vetëm rrugë dhe hekurudhë, por ofrojmë mundësi për rritje ekonomike dhe integrim të thellë evropian. Vizioni i kryeministrit tanë është i qartë që të transformojmë Kosovën në një hub të fuqishëm rajonal për transport, tregti, logjistikë dhe investime.
Financat kemi stabile, ambicjet e kemi të larta, zotimi jonë është i madh dhe dyert e kemi të hapura për partnerët që duan të përfshihen. Për këtë arsye ju ftoj të gjithëve që të bëni pjesë e këtij rrugtimi të jashtëzakonshëm. Ju falenderoj. Falenderit shumë zotri Basha, ministër Basha. Folësi i radhës është si Kjelsoj. Zhvilluese biznesin Markt, merret me zhvillim biznesi, transport dhe plane projektive. Me si presim të dëgjojmë mendimet tuaja për infrastrukturën, konektivitetin dhe rolin në përgjithësi. Ju falenderoj. Shkëlqësit tuaja, kryeministër, ministra, kancelar, ambasador, mysafir të dashur, udhëheqës industrial, kolegë, zonja dhe zotrinj, mirë dita dhe mirë se vini. Është privilegj dhe nder të jeni këtu, të jem këtu së bashku me të gjithëve për të diskutuar një nga bazat e rritjes ekonomike. E para dhe kryesorja, dua të shpreh falënderimet e sinqerta për shkëlqësinë e tij kryeministrin Kurti, që na ka ndëruar me prezencën e vet, leadership e juaj dhe nxitja juaj për ndërlidhshmëri dhe bashkëpunim rajonal është jashtëzakonshëm. Po ashtu duhet të shpreh falënderimet e sinqerta ambasadorit për krijimin një midisi kaq konstruktiv dhe të hapur në këtë forum ekonomik. Është themeluar me një mendim të thjeshtë se projekti më vështirë kërkojnë për ekzekutimin më të mirë. Në 6 dekadat e fundit ka marrë përsipër 17 vende në 5 kontinente. Për momentin menaxhojmë dhe zhvillojmë një portfolio projektesh me më shumë se 4 miliardë euro. Me infrastrukturë kryesore që ndihmon në ndërlidhshmëri nga metro e Varshavës që kemi ndërtuar në 15 vitet e fundit deri në korridorin 8 të Maqedonisë së Veriut, ku ekipet tona edhe për momentin punojnë në Përbjeshk, në lindjen e mesme, me projektin e metros që nga Adriatiku deri në Perëndim. Si që them tani, ekipet tona punojnë në Maqedoninë të Veriut, në korridorin 8 ndërmjet të Kriva Pollanka. Kanë për të ndëruar 3 ura dhe 18 tunel dhe duke punuar në konkrete që i bjese konkrete projektet në rajon për të ardhmen janë tani aty duke zhvilluar tani. Çdo urë që ndërtoj e bën më të lidhur këtë rajon dhe e bën më evropian. Në shkurt 2026 kemi filluar të punojnë në korridorin Hekurodor 10 që përfshin 5 vende. Projekti financohen nga EIB-ja dhe Bergji. Në kuadër të kornizës financiare si kontraktues përgjithshëm dhe ofrues zgjidhjesh për ndërtim që pranë në korridorin 8 dhe 10 që janë baza e konektivitetit evropian. Jemi të gatshëm për Kosovën për të zhvilluar edhe më tej infrastrukturën e që përcjellim përsafermi. Rrjeti Hekurodor i Kosovës është një nga më të pazhvilluarit në Evropë, por kjo definitivisht nuk është kritik, por mundësi. Se që tha kryeministri, shkëlqësia e tij, kryeministri dhe me. Fjalinë e ministrit. Ata kanë përmendur rëndësinë e korridorit 10 Hekurodorës dhe të administrimit. Vazhdon rehabilitimi i linjave kryesore hekurodore dhe krijimi i lidhjes kryesore strategjike që lidh Kosovën me Shqipërinë.
Prishtinën dhe Durrësin me rrjetin ekzistues prej 333 kilometrash ka zvrastira që po ashtu ka mangësi operative, teknike që kërkojnë mundësi për kontraktues, për investitorët, si që është Agencija Financiare Evropiane, po ashtu. Kemi edhe fonde ekzistuese për Kosovën. Korridori modern që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, me Serbinë, Shqipërinë, është baza e integrimit evropian. Integrimi i Kosovës në rrjetin e korridor evropian ka për të rritur rritjen ekonomike dhe përshpejtoj antarësimin e rajonit. Një nga kontraktuesit kryesor të tunnelit, mund të themi se tuneli i Kosovës është me të vërtetë intelekuar. Kërkon ekspertizë në tunele, ndërtimin e rrugëve. Nuk është një punë e lehtë inxhinieri, por është sfiduese. Kjo është arsyeja pse kontraktorët përfshin dhe kjo është arsyeja pse keni nevojë për ekipe të specializuara dhe ekspertizë të veçantë. Dua të shtoj diçka edhe për çështjen e kontratave ku në sesionin paraprake u theksua trajnimi i talentëve të reja është po ashtu si funksionojmë dhe krijojmë reziliencë brenda vendeve. Nuk ka bëj vetëm me kontratë, që të bëhet një kontratë për të rrinë në vend. Në Poloni kishim raste pra. Jemi prezent tashmë 15 vjet. Kur hymë në një vend, rrim aty. Kjo është ai zotimi që duhet t'ia prezantojmë edhe Ballkanit për ndihmojën. Pra, prezencë afatgjat, partneritet lokal. Dije bartur të kompanitë lokale që shohim tani. Do të kemi mundësinë që të përfshijmë dhe të prezantohemi lojtarët e vendit, po ashtu duhet të falenderoj edhe antarin e bordit që nuk është prezent sot këtu, që kishte shumë informata për forumin, zonja dhe zotërinj. Besojmë si lojtari i sektorit privat Kosova është e ardhshmja. Ne vemi gati, falenderit. Një falenderoj shumë zonja Ersoj dhe zonja dhe zotërinj. Tani ftoj Zotrin Gruber, sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë Federale për Ekonomi dhe Turizëm, që ka për të treguar perspektivën rajonale dhe austriake për zhvillimin e infrastrukturës dhe konkurrueshmëri. Ju faleminderit. Shkëlqësi, kryeministër, ministra, ambasador, zonja dhe zotërinj, kërkoj ndjesë o vënova, po djem kjo tregon rëndësinë e lidhjeve të mira. Po të kishte rrugë të prejtë për drejt, të salla nuk do të kisha pritur, por gjithsesi, fokusi është në konektivitetin dhe në fokusohet. Dhe lidhjet ndërmjet Austrisë dhe Kosovës janë të mëdha dhe të jashtëzakonshme këto. Marrëdhënia në politikë ekonomike dhe njerëzore natyrisht. Shumë nga Kosova jetojnë, punojnë dhe studiojnë në Austri, madje edhe punojnë në ministrinë si zonja Osmani. Pra, të gjitha këto lidhje kontribuojnë në ekonomi, shoqëri, edhe përbëjnë një urë të rëndësishme ndërmjet dy vendeve tona dhe se që tash fokusi është në infrastrukturë. Folëm për lidhjet ndërmjet Austrisë, Kosovës. Lidhjet mirë hekurore, ndoshta do të argumentojnë disa që thotë edhe me rrugë, natyrisht këto lidhje mund të përmirësohen, sepse Kosova është pjesë e Evropës, ekonomikisht, historikisht, gjeografikisht. Dhe kjo drejt për drejt lidhet me stabilitetin dhe prosperitetin e Evropës dhe Austrisë, tërsi dhe Austria ka qenë një nga mbështetësit e pavarësisë e Kosovës dhe ka qenë partner i besueshëm që nga ajo kohë dhe natyrisht se mbështesim perspektivën evropiane të Kosovës dhe besojmë se e ardhmja e Kosovës qëndron brenda Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja pse
Zgjërimi mbetet prioritet kryesor për Austrinë. Nuk është vetëm proces teknik, por edhe imperativ geopolitik. Në të njëjtën kohë, integrimet evropiane duhet të lidhen me progres konkret dhe përfitime të prekshme. Kjo është arsyeja pse integrimi ekonomik bëhet qendror dhe plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor është një mundësi e jashtëzakonshme. Reformat, konvergjimi janë arsye dhe samiti i Maltëzi ka qenë një shembull shumë i mirë i zotimit për Ballkanin Perëndimor. Për Kosovën, Evropa sjell mundësi konkrete. Austria ka ekspertizën teknologjike në ato fushat që mund të jenë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe strategji industriale 2035 që ilustron të njëjtën. Pra, teknologjitë mjedisore të mobilitetit, digitalizimin e infrastruktura dhe shërbimet e inxhinieringut. Infrastruktura luan rol qendror në këtë proces. Pra, kur flasim për rritje ekonomike, konkurrueshmëri dhe ndërmërsia vjen nga ndërmërshmëria. Infrastruktura lidh njerëzit, bizneset, rajonet, tërheq investimet, krijon mundësitë dhe në midisën sot më po ashtu ka edhe një dimension shtesë, reziliencën. Flitet shumë reziliencë në nivel evropian dhe në nivel vendor, dhe kjo shumë rëndësishme edhe për Ballkanin Perëndimor. Suksesi i ardhshëm ekonomik i rajonit lidhet ngushtë me integrimin me rrjetet logjistike dhe transportit në Evropë dhe konektivitetin më të mirë, që rrit investimet dhe kontribuon në konvergjencë më të madhe ekonomike. Kosova është pjesë rëndësishme e kësaj pasqyre të gjerë. Krijimi i lidhjeve ndërmjet tregjeve rajonale dhe krijimi i korridoreve rajonale dhe mundësia për të fuqizuar ndërlidhshmërinë ekonomike nuk janë të rëndësishme vetëm për Kosovën, por edhe për zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin e të gjithë rajoneve të Evropës. Dhe infrastruktura mirë është një shembull i rëndësishëm dhe siç u tha, rrjeti i korridorit i Kosovës është i kufizuar por njëkohësisht investimet përmes korridorit 10. Kufiri nga Kosova deri në Maqedoninë Veriut është një nga projektet më rëndësishme infrastrukturore rajonit dhe në vend. Po ashtu këto projekte sjellin mundësi edhe për kompanitë austriake sepse industria austriake ka ekspertizë të madhe në teknologji, infrastrukturë, inxhiniering, zgjidhje digjitale, hekurudhore e të tjera. Kompanitë austriake vetë janë prezente në Kosovë dhe është një nga investitorët kyç në vend, duke krijuar një prezencë të rëndësishme në shërbime bankare, sigurimet e tjera, edhe në sektorin e etikut. Popullata e re që flet shumë gjuhë ofron shumë mundësi. Kompanitë austriake vetë si përdorin Kosovën për shërbime programimi, outsourcingu e të tjera. Pra, zonja dhe sotrinj, Austria sheh Kosovën jo vetëm si partner rajon, por edhe potencial konkret dhe natyrisht. Mund t'ua kemi paksa zili për biznese, situatën e biznesit që përmendet më herët. Dhe vetëm lejoni ta them se neve si ministri po ashtu kemi vështirësi me forum me nganjëherë. Mundohemi që të miratojmë ligjin energjetik dhe tjera dhe është një procedurë të deleguar. Prandaj ka ndryshime dhe Kosova do shta mund të mësoj nga Austria, por në fund të fundit gjitha ka të bëj me lidhjet, konektivitetit, sepse lidhjet ndërmjet tregjeve, ndërmjet bizneseve, vendeve dhe natyrisht edhe më rëndësishme lidhjet ndërmjet njerëzve. Austria mbetet e zotuar të këtyre lidhjeve dhe Kosovën dhe me gjithë rajonin. Ju falënderit shumë. Ish deputet i Parlamentit Austriak,
Tani që është këtu, në vim kemi Dr. Hanna Eleno, kërshef ekzekutive dhe drejtoresh e kompanisë me përfshirje në ndërtimtari transport, Dr. Sebastian Sosa, përfaqësues rezidenci i FMN-s për Ballkanin Perëndimor, Erik Nora, specialist i lartë i operacioneve në grupin e Bankës Botërore, që punon në projekte transporti dhe integrimin rajonal të Ballkanit Perëndimor. Para se të ecim me diskutimin, dua të ftoj secilin panelist që të bëjnë fjalët hyrëse përkatëse. Good afternoon. Mirëdita, Dear Prime Minister, inderuar kryeministër, shkëlqësit juaja, zonja dhe zotrinj, it's a great honor është nder i madh today on a topic që t'ju drejtohem juve sot mbi një on temë central që jo vetëm është development, në qendër të zhvillimit ekonomik, po edhe për stabilitetin, bashkëpunimin dhe të ardhmen e Evropës. Pra, zgjerimi i infrastrukturës në Kosovë. Kosova qëndron në një udhkëç unik, gjeografik, historik, po edhe ekonomik. Sot, Kosova, si që përmendet, është shtet i ri në moshë, po që ka një ekonomi në rritje me 4% në vit dhe që ofron shërbime, konsum dhe rrjetë ndërkombëtare. Potenciali ekonomik megjithatë sfidohet nga çështje e problematike, sidomos infrastruktura hekurrëdhore, që nuk është vetëm çështje teknike, mund të jetë një vegël strategjike. Tani infrastruktura hekurrëdhore luan një rol transformues në zhvillimin ekonomik, dhe si që përmendi edhe Ministri Basha, redukton shpenzimet e transportit, rritë efikasitetin dhe përmirëson lidhshmërinë për Kosovën. Kjo nënkupton që është mundësim që të konkurrojnë bizneset dhe duke tërhequr pra edhe investimet të huaja. Hekurrëdhat infrastrukturat hekurrëdhore ndihmojnë edhe lidhjen e bizneseve me tregjet rajonale e evropiane botërore, por ndoshta edhe më rëndësi, infrastruktura hekurrëdhore është urë, edhe literalisht, por edhe simbolikisht, midis Kosovës, si dhe Bashkimit Evropian. Si një vend pa dalje në det, Kosova varet nga lidhjet e saj me shtetet fqinje, me lidhjet me Shqipërinë dhe Maqedoninë, pastaj tutje drejt Evropës që janë themelore për rrjedhat e tregtisë dhe zinxhirit furnizues. Integrimi me korridoret TEN-T jo vetëm që përmirësojnë mobilitetin, por edhe rrisin konvergjencën ekonomike me BE-n. Kjo është këtu bëhet e qartë rëndësia strategjike. Hekurrëdhat nuk janë vetëm për zhvendosje ose transportim të njerëzve apo madrave, por edhe për afrim zhvendosje të Kosovës drejt Evropës. Për sa i përket hekurrëdhave Hitachi në Austri, ata operojnë në rajonin e Ballkanit nga Austria, ne i shohim potencial të madh, modernizimi i sistemeve hekurrëdhore përmes elektrifikimit, sinjalistikës digjitale dhe fondit të qëndrueshëm të trenave mund të rrisë kapacitetin, besueshmërinë dhe siç e përmendet ministri, edhe performancën mjedisore. Për më tepër, investimet në hekurrëdha është në përputhje
me qëndrueshmërinë e përgjithshme evropiane, edhe në kuptimin e efikasitetit të energjisë, pra kontribon drejt për drejt në reduktimin e emisioneve, përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe arritjen e performancës mjedisore. Por zhvillimi i infrastrukturës nuk ka të bëjë asnjëherë vetëm me teknologjinë, ka të bëjë me partneritetin për të zhbllokuar potencialin e plotë të Kosovës. Është esencial bashkëpunimi midis qeverive, institucioneve ndërkombëtare, partnerëve të sektorit privat dhe pastaj palëve të interesit në rajon, mekanizmat financiar, përputhshmëritë rregullatore dhe planifikimi i infrastrukturës duhet të bëhen krah për krah njëkohësisht. Bashkimi Evropian tashmë ka njohur këtë projekt të mbështetjes së investimeve në gjithë Ballkanin Perëndimor. Zotimi i vazhdueshëm ndaj këtyre zhvillimeve do të jetë qendrore, duke siguruar që Kosova dhe anëtarët e rajonit të mos lihen në periferi, por të bëhen pjesë plotësisht të integruara të sistemeve të transportit dhe aty ekonomik në Kosovë. Pra, infrastruktura në Kosovë është investim në stabilitet, prosperitet dhe unitet evropian. Ka të bëjë me tejkalimin e tensioneve të së kaluarës dhe ndërtimit të lidhjeve për të ardhmen. Tek Hitachi Rail Austria ne jemi të përkushtuar të mbështesim këtë rrugtim me ekspertizë, inovacion dhe besimin e fuqishëm tek fuqia transformuese e lidhshmërisë, konektivitetit. Pra të punojmë së bashku për të siguruar që Kosova të mos jetë fundi i vijës, por në binar drejt një të ardhmeje të ndërlidhur dhe të qëndrueshme evropiane. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Hekurudhat gjithsesi që ka nevojë për mbështetje të tillë para se të shkojmë tek financimi dhe të tjerat, duam të japim fjalën pjesës së energjisë. Zoti Kryeministër, shkëlqësitë juaja të nderuar mysafir, më lejoni që së pari të jap një përgjigje të shkurtër kolegut tim të dashur. Evropa e sheh veten si kala demokracie dhe Kosova, mund të themi, po ashtu është tashmë kala demokracie. Por mos ja bëni si vendet e vjetra evropiane kanë bërë. Demokracia ka nevojë për vendime. Edhe në demokraci duhet të vendosemi. Për disa gjëra, sidomos në infrastrukturë e energji, ka mungesë të vendimarrjes. Nuk po flasim për ligjvënësit vetëm. Kjo është çështje në Austri, por për shembull, neve na janë dashur më shumë se 30 vjet që të ndërtojmë linjat 300 kV. Bota nuk është se ka qëndruar për të na pritur. Dhe nëse duam të përdorim burimet tona, dhe është gjë më e mirë që mund ta bëni, përdorni burimet e juaja, por pastaj ju duhet të vendosni. Edhe nëse jemi demokraci, dhe sigurisht që duhet të respektojmë secilën të drejtë të secilit individ, të fqinjve kështu me radhë, por na duhen vendimmarrja. Kjo është ajo ndoshta themeli i parë. Tani infrastruktura e sidomos energjia që vihet në qendër edhe të politikës. Dje folëm për këtë. Nuk është vetëm politika si e tillë. Tashmë sot është edhe armë. E shohim që, për shembull tek Rusia, Austria ka ndërruar nga varësia nga gazi amerikan, kemi dalë tek gazi i lëngshëm amerikan, me çmimin prej 3 fishin e asaj që kemi pasur më parë. Vendet evropiane janë shumë më të shtrejta tashmë. Pra nëse i përdorni resurset e juaja, bëjeni kështu, është një përvojë shumë e mirë si përmarrës. Kam parë
kam parë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm atje dhe nëse mund të zhvillohemi tutje mbi këtë stabilitet, mbi këtë transparencë, mbi sundimin e sekretës. Çfarëdo që duhet për një perspektivë afatgjate të investimeve, mu për këtë, kjo na duhet pra si investitor privat, pra është besimi që mund ta kemi. Dhe Kosova e ka pozicionimin e vetë më të mirë aty dhe duhet të investojë, jemi të gatshëm për këtë. Dhe kështu në energjinë e ripërtritshme jemi të gatshëm që të jemi aty dhe të qëndrojmë aty. Faleminderit. Tani dua të ftoj zotin Susa për fjalën e tij. Kryeministër Kurti, ministra, ambasador, të nderuar mysafir, është shumë speciale për mua që të kthehem në forumin ekonomik të Vjenës për të diskutuar këtë temë shumë të rëndësishme për Ballkanin Perëndimor dhe Kosovën. Pra, ne përfaqësojmë Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe besojmë që edhe duke ditur, duke u angazhuar në financim të projekteve, jam këtu që të ofroj ca vështrime mbi ato se sa e rëndësishme është kjo temë për vështrimin mikroekonomik. Tani gjëja parë që dua ta theksoj. Hendeqet në infrastrukturë në gjithë Ballkanin Perëndimor janë trajtuar në dekadën e fundit, ndoshta, por mund të shohim hendeqe goxha të mëdha, edhe në kuptimin e sasisë, por edhe të cilësisë. Dhe panelistët e mëparshëm e përmendën tashmë disa fusha ku hendeqet janë të dukshme, energjia, transporti, ka dhe sektor të tjerë ku ka mangësitë të tjera. Tani, çfarë dua të përmend dhe besoj pajtohem me atë që thamë më parë, këto hendeqe, këto mangësi janë një lloj mundësie. Pra, mbyllja këtyre hendeqeve është shpesh një mundësi për të rritur konkurrueshmërinë, por edhe për të rritur integrimin brenda rajonit. Dhe përfundimisht është një mundësi për të nxitur aktivitetin prodhues, rritjen potenciale në një rajon ku është kritik që të rriten edhe nivelet të ardhura. Kjo është sidomos e vërtet në kuptimin e rrugëve afatgjate të zhvillimit, duke marrë parasysh trendet demografike. Për Kosovën ndoshta është më pak urgjente se sa për vende tjera për shkak të një popullate më të re, që përmend prapë më herët, por gjithsesi migrimi është sfidë për gjithë rajonin, përfshirë Kosovën. Pra përpjekjet për të ballafaquar këto hendeqe do të jetë me rëndësi kritike për të nxitur potencialin e rritjes. 3 sfida kryesore do doja t'i përmend që ne i konsiderojmë relevante për reduktimin ose mbushjen e këtyre hendeqeve dhe se si mund të ketë rendiment të lartë masat e tilla të ballafaqimit. E para është që duhet të adresohet disa dobësi në kornizat e menaxhimit të investimeve publike dhe në institucionet gjithë rajonit. Në gjithë rajonin është çështje, por tash së voni ka një studim që është bërë nga kolegët tonë në FMN që tregojnë se 1/4 e resurseve që shpenzohen në investime publike në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor janë ato që kanë të bëjnë me jo efikasitetin në procesin e menaxhimit të investimeve. Pra po flas për dobësi me gjithë ciklin e investimeve publike, që nga planifikimi në alokime në implementim pastaj. Pra, vlerësimi i fundit i FMN-s për menaxhimin e investimeve publike tregon për rendimente të larta në kuptimin e vlerësimit për zgjedhjes së projekteve, buxhetimit shumëvjeçar dhe pastaj menaxhimin e portfoliove dhe mbikëqyrjen ose vëzhgimin. Kjo
sigurisht që përforcon cilësinë dhe efikasitetin e investimeve publike në rajon dhe siguron investimin, kthimin në vlerë të këtyre investimeve. Pika e dytë ose sfida e dytë që dua të përmend është diçka që kanë përmendur edhe të tjerë më parë, që shohim një koordinim të dobët rajonal të projekteve infrastrukturore, por për mendimin tim ka nevojë për rifokusim të investimeve në kuptimin e projekteve rajonale që avancojnë lidhshmërinë e rajonit dhe lehtësojnë pastaj edhe integrimin e gjithë rajonit drejt Bashkimit Evropian. Dhe në fund dua të përmend edhe një pengesë është çështja fiskale. Shumë vende në rajon ballafaqohen me këto hapësirat fiskale duke marrë parasysh shkallët normat e larta të borxhit publik. Kjo nuk është problemi tek Kosova, sepse politikat fiskale kanë qenë shumë të kujdesshme, shumë të matura. Ka shumë hapësirë për Kosovën pra që të përdorin këtë hapësirë për shpenzime publike dhe projekte infrastrukturore. Pra dhe kjo do duhej të ishte fusha fokusit. Por edhe për Kosovën, nevojat janë të mëdha dhe disa fish më të larta se vetë bruto produkti vendor. Dhe pra është një mundësi për të nxitur, për të tërhequr investimet private që është me rëndësi kritike. Dua ta përmbyll duke thënë, duke diskutuar mundësinë e madhe që procesi i antarësimit në BE do të ofrojë për gjithë rajonin, siç u përmend pak më parë. Është çështja e reformave strukturore, por besoj që reformat janë me të vërtetë qendra e kësaj. Tani, duke parë përvojat e vendeve të tjera që janë integruar më parë, shtetet e reja anëtare kanë fituar 30% në të hyra kapitale nga vetë integrimi, edhe nga investimet që rriten, edhe nga sektori privat, edhe nga i publik, por pastaj edhe produktiviteti rritet nga efikasiteti në treg të përbashkët, por edhe reformat plotësuese që nevojiten në kuptimin e procesit të integrimit në BE. Pra, është me rëndësi pra të theksohet që është një mundësi shumë e madhe për rajonin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Sebastian, dhe folësi i radhës është gjatë jeta, mirë dita të gjitha ambasadorëve, shkëlqësit e juaja, zonja dhe zotrinj. Fokusi i këtij sesioni ka të bëjë me projektet infrastrukturore. Unë do të jap një perspektivë pak më ndryshe, që është reflektuar nga Banka Botërore, që është organizata që përfaqësoi në Kosovë. Por përgjithsisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor dua të fokusohem në ato që infrastruktura mund të arrijë, lidhshmëri më e mirë, kosto më të ulta të projekteve. Si profesionistë të transportit, shpesh përmendim suksese në kilometra ose të ndërtuara të rrugës ose ekorrudhave, por kjo është çështja tek lidhshmëria midis njerëzve dhe tregtarëve e bizneseve. Dhe kjo u përmend disa herë. Pra, ky është një prezantim i shkurtër tek PowerPoint-i, ky problemi që duhet të kthehemi nga një slide përpara ose mbrapa. Të fillojmë me ca statistika që ilustrojnë se pse lidhshmëria është kaq e rëndësishme për vendet si Kosova. 45% reduktimi i kostove me integrimin në CEFTA, pastaj edhe 33% shtesë në integrimin në BE, pastaj
dhe shumë mallra e kanë për destinacion tregun evropian dhe kjo është një vlerë shumë e rëndësishme. Lidhshmëria pra ka të bëjë me lidhjen e tregjeve, pra slajdi radhës. I think the greatest barrier to trade today is not often the roads or the railways themselves. There are the delays. Ka vonesa, procedura, jo efikasitet që ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës. Nga Prishtina në Vjenë, udhëtimi kalon shumë kohë në udhëtim dhe kostoja ekonomike fillon kur ndalon udhëtimi, nuk ec pra në kalim kufiri, procese manuale, pra që është pasojë e mos komunikimit mes palëve. Dhe në këtë ekran këtu mund të shihni sfidat e Ballkanit Perëndimor këtu specifike në vende, por Banka Botërore për llogarit diku rreth 26 milion orë që humben në kohë në kalimet kufitare, në kuptimin e dokumenteve. Pra 3 orë më shumë se sa në vende tjera të Evropës dhe nëse e shkurtojmë kohën e kaluar në kufi për 3 orë jashtojmë 2% ekonomisë. Pra kjo është një diskutim shumë i rëndësishëm i politikave ekonomike. Këto statistika kanë rëndësi sepse koha është një prej dimensioneve më të rëndësishme edhe si pengesë, por edhe si mundësi. Kërkoj falje për slajdin e ngarkuar këtu, por do të përpiqem ta shpjegoj. Pra çësia jonë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, duke qenë që punojmë në infrastrukturën fiskale, kemi projekt program që e quajmë programi i lehtësimit të tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor, pra me investime dhe reforma që dizajnohen për të reduktuar shpenzimet e tregtisë, duke përmirësuar efikasitetin dhe duke përforcuar lidhshmërinë rajonale. Kjo është një program ombrellë dhe kemi projekte në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Kosovën, dhe këtu në ekran mund të shihen ndërhyrje që kemi bërë në korridore më të mençura, infrastruktura më të sigurta dhe pastaj sistemet digjitale të tregtimit. Objektivi është shumë i qartë, pra që lidhshmëria të funksionojë më mirë. Pra në Kosovë kjo nënkupton që mbështesim infrastrukturën në kalimet kufitare, efikasitetin, sigurinë dhe pastaj sistemet digjitale. Kjo përfshin edhe sistemet e tranzitit që janë sistemet e BE-s, por edhe sistemet e menaxhimit që përshpejtojnë procedurat dhe largojnë ose reduktojnë edhe ngarkesën e letrës. Dhe slajdi i fundit. I nderuar ministër që parashtroi investimet shumë ambicioze që janë shumë të rëndësishme për lidhshmërinë dhe perspektivën e Kosovës. Infrastruktura fizike është kritike, por që besoj se pjesë më e madhe e kësaj do të jetë mirëmbajtja e asaj infrastrukture. Pra mund të shihni që brenda një dekade pronësia e makinave është gati dyfishuar, pra bën investime të mëdha në atë drejtim, pra është shumë e rëndësishme që të fokusohemi tek ruajtja e aseteve aktuale dhe të sigurohemi që infrastruktura të mbetet stabile e mirëmbajtur. Pra siç e thash, infrastruktura nuk është sfidë njëhershme, është edhe financimi i menaxhimit, i shfrytëzimit. Pastaj sistemet të tarifave për mirëmbajtje dhe menaxhim që përmirësojnë pastaj edhe vendimarrjen dhe sistemet digjitale pra që përmirësojnë edhe performancën e infrastrukturës. Pra të gjitha këto do të ofrojnë një gurthemel për udhëtime më të sigurta, më të besueshme dhe sistemi infrastrukturor më të mirë. Faleminderit shumë të gjithëve për fjalët tuaja, për ndarjen e perspektivave, për domosdoshmërinë e angazhimit të sektorit privat, kushtet makroekonomike, por edhe për rëndësinë e lidhshmërisë rajonale.
Gjithsesi që koha këtu është më rëndësishmja, tani mund të hapim diskutimin për mbi pyetjet që ju mund të keni, se si mund të realizojmë projektet më shpejt, si të mobilizojmë më shumë kapital dhe si të përforcojmë lidhshmërinë e rajonit dhe si ta bëjmë infrastrukturën shtutës të këtij zhvillimi. Pra dua të filloj me ju, ministër, dhe të bëj një pyetje, ndoshta mbase hipotetike, të themi që nëse jemi 5 vjet më vonë, cili projekt infrastrukturës do ta diskutojmë si ai projekti numër 1 që ka ndryshuar pozicionimin e gjithë Kosovës, ndoshta në tërësi. Faleminderit zoti Do Bruno. Për 5 vjet besoj që ndoshta janë 2 pjesë të pyetjes. Pjesa e parë, rrugët dhe rrjeti i rrugëve që synojmë të arrijmë, kjo do duhet të ishte përmbyllur. Ka disa rrugë që jemi duke i zgjeruar, që do të përmbyllen brenda pak vitesh, por që jemi ambicios dhe Kosova ka aktualisht 162 kilometra. Ne planifikojmë të zgjerojmë edhe 200 kilometra të tjerë për ta përmbyllur projektin e autostradave për ta ndërlidhur Kosovën së brendshmi, por duke i dhënë mundësi edhe bizneseve që të kenë qasje më të lehtë me botën e jashtme në vendet rajonale dhe pastaj drejt Evropës. Besoj që modernizimi i autostradave do duhet të përmbyllet brenda 5 vitesh, por njëkohësisht ne besojmë që aktualisht do të fillojmë me rrjetin e hekurudhave. Kjo besoj që është shumë e rëndësishme për ne, siç e thash në fjalën time se kemi disa rrjete hekurudhore që planifikojnë njëri që na lidh me Shqipërinë, na jep qasje në portin detar dhe që është shumë e rëndësishme, por po ashtu po planifikojmë të kemi një port të thatë në Prishtinë që do të jetë një inkubator logjistike ose të shërbejë si qendër shpërndarëse për Ballkanin dhe për gjithë rajonin pra. Siç e dini, Serbia ende qëndron për krahësisë dhe nuk është vendi më i sigurt për të investuar, por është edhe vend tranziti. Kosova është një prej vendeve më pro-evropiane, më pro-amerikane në Evropë dhe jep qasje drejt porteve detare, portet të thatë, për i japim aleatëve tanë edhe ju garantojmë udhëtim të sigurt të mallrave dhe të njerëzve përmes rrugëve tona. Pra isha të premtën në Shqipëri dhe do të kemi një diskutim që kjo të jetë si prioritet për të dyja vendet tona. Besoj që edhe arritja, edhe rrjeti i autostradave dhe i hekurudhave do të jenë ato 2 projekte të madhore. Është një projekt me cilin po punojmë që hekurudha nga Prishtina deri në Durrës, Kosovë-Shqipëri, të jetë pjesë e korridorit 8. Një prej kriterëve të Francës ka qenë që të ketë studim fizibiliteti dhe do të takohem me partnerët tanë. Kjo pra shumë rëndësi që të sigurojmë edhe financimin ndërkombëtar në këtë drejtim. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër. Një dekad investime shumë përmend. Po, punishte. Çfarë duhet ndryshoj në kuptimin e menaxhimit në përgjithësi që këto projekte të realizohen më shpejt nga letra në zbatimin e praktik, edhe pastaj edhe në kuptimin e financimit, sepse resurset nuk janë të pakufishme, çfarë mund të bëhet këtu në këtë drejtim për të siguruar edhe vazhdimsinë edhe në aspektin financiar. Siç e thash, resurset financiare janë shumë të rëndësishme, por Kosova ka normën më të ulët të burgjit publik në Evropë dhe kjo na jep një qasje mjaft të gjerë të huazimit nga gjithë bota, por kemi edhe një buxhet shumë solid, gjë që mund ta marrim përsipër
duke mos harruar edhe fuqinë punëtore që është më e lirë, sidomos për investitorët e huaj, mund të ofrojmë një rini shumë të shkathët që mund të shihet si vlerë e shtuar ndaj këtyre projekteve. Dhe pyetja e dytë ishte projektet të kthehen më shpejt nga letra në praktikë. Një prej gjërave të para sapo të krijohet qeveria Kurti është të ndryshojmë ligjin e prokurimit. Kemi një pengesë në ligjin ekzistues dhe siç e tha zoti Finsburg duhet të veprohet më shpejt. Nga sektori privat është më lehtë të thuhet, qeveria është pak më vështirë, siç dihet mirë, por është të vërtetë. Evropa ka qenë ngadalshme dhe tashmë po paguan çmimin dhe Kosova nuk duhet të jetë kështu, duhet të veprojmë sa më shpejt në ndryshim të ligjeve, por njëkohësisht planifikojmë të sjellim investitorët e jashtëm dhe ekspertizën ndërkombëtare në lidhje me sektorin privat. Para 10 vitesh nuk kemi pasur aq shumë kompetencë, por Kosova ka kompani shumë të mira që mund të ofrojnë shërbime të mira edhe në infrastrukturë. Pra, pajtohem me zotin Finsburg që duhet të veprojmë shumë më shpejt, por që duhet ta bëjmë të lehtë për ne. E di që Kina vepron më shpejt, por ky është një sistem ndryshe. Demokracia është kaos dhe duhet veprosh brenda këtij kaosi, nuk është lehtë, pra ka shumë procese, por gjithsesi që duhet të japim shembullin në rajon, të veprojmë shpejt me vendime dhe të ndihmohemi nga partnerët ndërkombëtar dhe projektet do të duheshin të realizoheshin më shpejt. Faleminderit shumë, ministër, dua të pyes për angazhimin potencial të Austrisë në këto projekte edhe nga ana qeveritare, por edhe në sektorin e privat si investime, pra mund të ekzistojnë një numër mekanizmash e institucionesh financiar, por që për këto nevojitet vendimarrja, edhe projektet që ku mund të ketë sisteme të zhvillimit të kombinuar, shihni ndonjë mundësi për institucionet austriake që të angazhohen dhe pastaj ndoshta edhe të motivoni pastaj edhe kompanitë austriake që ta shohin, që ta vëzhgojnë këtë treg. Përgjigjja e shkurtër është po. Po që skemat dhe mekanizmat që janë ofruar janë shumë të dobishme dhe si që përmendëm më parë, strategjia jonë industriale flet edhe për strategjinë e mobilitetit, lëvizshmërisë. Këto kompani janë shumë të interesuara që të angazhohen dhe pastaj të hyjnë në ato projekte konkrete. Sigurisht që institucionet mund të ofrojnë mekanizmat, rolin ndihmës dhe kornizat, por gjithsesi që i përket bizneseve individuale që të angazhohen dhe të shfrytëzojnë këto mundësi dhe besoj që do të ketë të shumta të tilla. Zoti Finsburg, në seancën e parë ju diskutuat për energjinë dhe sidomos për transformimin digjital, por ju jeni ekspert i energjisë. Përmendet disa sfida, një numër sfidash, dhe në fjalën e parë tha që ka shumë faktorë që kontribuojnë tek biznesi që të vinë në Kosova, por në cilin do vend të rajonit. Pra, dua t'ju kërkoj të elaboroni pak sa më shumë mbi këta faktorë dhe në kuptimin e asaj se çfarë duhet të bëhet, sepse jemi përfaqësues të qeverisë, pra si ekspert. Çfarë duhet bëhet për të hequr çfarë do lloj pengese ose problemi. Nuk ka asgjë më të shpejtë se sa parat. Ka të bëjë me perspektivën stabile afatgjatë, sistemet shtetërore, sistemet e tregut dhe pastaj financimit,
Para 12 vitesh e krijuam fondin ton të parë të hidroenergjisë, duke tani çështja tek Evropa e Juglindore ishte pyetje për gjithë investitorët, pra një pikpyetje e madhe, a duhet të shkohet atje. Tani ka ndryshuar çdo gjë. Pra është çështja e besimit, është ligji, është mbrojtja e pronësisë gjithsesi, shumë e rëndësishme. Shëndimi i ligjit dhe transparenca. Investitorët që vinë nga cili do vend, qoftë nga Luksemburgu, ku ekzistojnë shumica fondeve, ose nga Londra, ose kudo qoftë, do t'i bëjnë të gjitha këto pyetje. Dhe sigurisht, flasim për energjinë, është edhe çështja se kush kush i merr ato vendime dhe si merren këto vendime. Pra, besimi, stabiliteti afatgjatë, pra ku mund të llogarisësh, këto janë ato gurthemelet kryesore për investitorët, për paratë që vijnë nga fondet ose nga vetë industria. Kjo është ndoshta si tërësi e faktorëve. Faleminderit shumë zoti Fitzberg. Që të ecim tutje me pyetje të tjera për zonjën. Në prezantimin tuaj ju përmendët infrastrukturën si palc kurrizore ose kurriz për gjitha vendet dhe përmendët rolin e bankës në gjitha ato projektet e mëdha në gjithë rajonin. Pra, nëse mund të flisni për përvojën tuaj në këto procese, dhe të bëni dallimin midis atyre që shkojnë tek implementimi i plot dhe atyre që mbesin në sirtar. Gjëja më e rëndësishme është mbyllja këtyre hendeqeve. Ajo që kërkohet nga kontraktori është përkushtimi ndaj projektit dhe këtë e ndërlidh me ato që përmend më parë dhe proceset të qarta të aprovimit. Do thotë aprovimi i vetë dizajnit kërkojnë ndonjëherë marrin edhe më shumë kohë se sa vetë implementimi, pra përfundimisht. Pra, duhet të hiqen këto mangësi tek aprovimet të lehtë, pra aq më shpejt mund të fillojmë me zbatimin, me implementimin, me shpejtësi të plotë. Pastaj, studimet teknike, edhe ministrat e përmenden, studimet dhe fizibilitetit janë shumë të rëndësishme sepse këto hapin rrugën pastaj për prokurim, por edhe kontraktorëve ju japin një mundësi për të kuptuar kriteret e projektit dhe për të përgatitur për projektet e tjera. Dhe pastaj edhe krijimi i ekipeve të domosdoshme, sidomos në projekt. Pra, vetë terreni, relievi kërkon disa struktura të posaçme, pra duhet të ketë ekipe të mira, ekspert, kyç për projekte inxhinierë të tillë, pastaj edhe studime të tjera që ndihmojnë edhe në pajisje. Pra, edhe nëse kemi informatat e duhura të sakta për strukturat të projektit, mund të kalojmë shpejt tek implementimi për të mos zgjatur shumë procedurat e prokurimit. Pra është më rëndësi që gjitha këto të mobilizohen shpejt për të filluar implementimin shpejt. Pra nga perspektiva e një kompania, keni parë shumë projekte zhvillime, por çfarë do të ishte një gjë që do ta ndryshonit në Ballkanin Perëndimor, në Evropën Juglindore për të përshpejtuar çdo lloj projekti nga të gjitha anët, jo vetëm nga perspektiva juaj individuale, por në aspektin ekonomik. Proceset e aprovimit, po të kisha mundësi do t'i ndryshoja, do t'i shkurtoja ato.
sepse do të merrte më pak kohë për të nxjerrë gjitha lejet aprovimet dhe kjo ndihmon në implementim, sepse nuk është çështja të kontraktimi që pret për aprovim. Kur kemi dizajnin e kontratës, kemi të gjithë furnizuesit, kontraktorët, gjitha këto duhen koordinuar. Pra, nëse kemi një organ të vetëm që siguron gjitha lejet dhe aprovimet, kjo do të ndihmon të shumë në përshpejtim të projekteve në aspektin e implementimit. Dhe këto do ta ndryshoja po të kisha mundësi. Dhe ministri do të ketë ndryshime në këtë drejtim, ashtu që projektet të ecin më shpejt. Pajtohem që ka pasur shumë pengesa, kishte shumë pengesa ose kufizime që u përmendën këtu. Sigurisht që besojmë që na duhen ekipet të specializuara, sepse ka të bëj edhe me lejet, por edhe projektet vetë prokurimi që merr tepër shumë kohë. Jemi në proces të trajtimit të kësaj. Kemi disa studime fizibiliteti që janë planifikuar dhe po planifikohen dhe janë hapi rëndësishëm. Ajo që po planifikohen paraprakisht. Është që procedurat e shpensimit të bëhen njëkohësisht, sidomos kur të merret parasysh që hekurrudha dhe autostradat të ndërtohen njëkohësisht. Pa ku i bëjmë të dyja paralelisht, sigurimin e tokës, që të kemi në të njëjtën kohë. Dhe kjo kufizon edhe dëmtimin e tokës bujqësore, por pastaj edhe çrregullimin e komuniteteve. Pra, duhet të gjejmë atë rrugën e duhur, por duhet të kemi ekipe të specializuar për këtë. Dhe na duhen normalisht të bizneset vendore, ekspertiza që nuk e kemi në administratë, dhe pastaj ekspertiza ndërkombëtare që është shumë e rëndësishme. Dhe do përpiqemi ta sigurojmë. Faleminderit ministër dhe duke folur për ekspertizën ndërkombëtare. Dua të flas me përfaqësuesen e kësaj fushë, çfarë duhet të bëhet në Kosovë për të bërë pjesë e rrjetit të korridorëve. Vetëm të them ca fjalë për ato që sapo u thanë, për të zhvilluar një hekurrudhë, për të ballafaquar me një sfidë kaq të madhe. Nuk është sprint, është maraton. E admiroj angazhimin tuaj. Pra, vizioni është aty. Pra, thjesht po lutemi që kjo të ekzistojë dhe të vazhdoj, pra ju duhen partneritetet me institucionet financiare që mund të japin papavijen e mirë, na duhet edhe financimi nga Bashkimi Evropian që ka prioritet çështjen e korridorëve, dhe kur flasim për korridore duhet të ndërlidhim vendet fëqinje që është hap shumë i madh me gjithë sinjalistikën, me elektrifikimin, sepse ka të bëjë me sigurinë, ka të bëjë me kapacitetin dhe besueshmërinë e këtyre sistemeve. Pra, kjo nevojitet dhe besoj ka nevojë për këtë shtytje në implementimit, do të thotë për të ruajtur motivimin e njerëzve që të bëhen tender gjenerat. Këto janë projekte për dekada gjenerata me radhë, e do të ishte shumë mirë që të qëndrohet aty për të vazhduar në mënyrë stabile. Në Austri kemi menduar që do duhet të vazhdohen këto, pra do të kisha shumë plenare që t'ju uroja dhe juve për projekte të tilla. Pra këto korridore janë shumë të rëndësishme, pra që Kosova të jetë pjesë e gjitha këtyre rrjeteve dhe të përfitoj pastaj edhe në aspektin tregtar, edhe në aspektin e biznesit e kështu me I think one of the architects, or the architect of Bandit, was Victor von Vega, who was his family actually originated from northern Albania. So there is some historic connection there as well, but
Ju përmendet. If you could just give us a brief explanation. Ne jepni një shpjegim të shkurtër railway development mean in terms of economic development. Çfarë duhet të rregullohet në aspektin e zhvillimit ekonomik. Nëse zhvillohet infrastruktura, krijon lidhje dhe lidhen rajonet me vete edhe vendet rajonit bën pjesë të rrjetit rajonal evropian. Dhe kjo pastaj lehtëson lidhjen edhe me zinxhirët e furnizimit, pra kjo shtyn drejt zhvillimit ekonomik. Pra nëse ka pyetje nga audienca, unë do t'i bëja një pyetje zonjave sepse jam krenare shumë me to. Tell me, you mentioned Kilobalanga. Tell me when Corridor 10 and Corridor 8 Korridori 10, korridori 8, sigurisht që do duhet të ishin pjesë të gjithë kësaj. Po si duhet ja bëjmë? Filloj me ndërtimin mas pari. Faleminderit shumë ambasador. Është kënaqësi që ata që dëshimin mes vete dhe keni qenë frymëzim i gjeneratave të tërë. Një pyetje. Those are corridors that should have been completed yesterday, I guess. Këto gjëra është dashur të jenë të kryera dje, sepse janë shumë kritike, sidomos korridoret 8 dhe 10. Dhe unë besoj që pasi të jetë kryer lidhshmëria, kjo do të thotë që Bashkimi Evropian, sidomos Kosova, të prek qytetin Adriatik dhe që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për lidhshmërinë, por kjo do ta prek gjithë ekonominë e gjithë rajonit, gjithë vendeve. Dhe pasi të jetë kryer, do të themi pastaj ja i erdhi më në fund koha. Për mua si kontraktore është keq të thuar të shihet që ende nuk është kryer. Do doja që të jetë kryer shumë më parë. Është kënaqësi, faleminderit shumë për pyetjen. Faleminderit shumë. Edhe unë do doja që ndoshta jo dje, por të bëhet sa më shpejt. Tani pra sa po dëgjoj diskutimin të këtilla. Situata është kur fillon të investosh në modernizimin e rrugëve dhe si të kesh teknologjinë që është lartë e zhvilluar, së shumë e zhvilluar, pra jo me hapa të vegjël, por me hapa shumë të mëdhej duke tejkaluar fazat, pra digitalizimi e bën ekurrudhën me më shumë kapacitet, më të sigurt, në një hap të vetëm, s'ka nevojë të bësh hapa të vegjël, por të bësh hapa të mëdhej me një herë, për sa i përket zhvillimit teknologjik. Por më duhet të them, ju përmendet zonjat, kësa industrie i duhen më shumë gra, këtë duhet ta them para ministrave. Vetëm 13.7% të grave punojnë në industrinë e ekurrudhës. Dhe nëse shihni, ndërsa numri i udhëtarëve është 50-50, që do të thotë që edhe njerëzit që krijojnë infrastrukturën, edhe trenat, do duhet të kishin proporcionin e njëjtë. Ju folët për gjeneratat të reja dhe motivimin e tyre, pra duhet të mos harrojmë që 50% e popullatës mund të kryejë punë të këtilla, që janë digjitale, moderne, komplekse, pra nuk flasim vetëm për qelikun dhe ndërtimin, ekurrudhat nuk janë më në këtë fazë, tashmë flasim për digjitalen, robotët, pra trenat janë plot senzor, flasim për binar, por ka shumë senzor edhe aty, ka mirëmbajtje paraprake, preliminare, pra
flasim për modernizimin e këtyre shinave binarëve. Këto janë projekte shumë digjitale, industriale. Pra vetëm desha të them, faleminderit që e theksuat këtë pikë. Kërkoj falje për digresionin që sapo e bëra. Nuk dua të marr rolin e moderatores, por si pyetja e fundit, si të bëhet ky rrugtim drejt konkurrueshmërisë? Pra progresi I mirë teknologjik. Ato që mendojmë ne është që secili duhet të ketë kushtet e njëjta nëse ka konkurrencë. Pra nëse ka subvencione nga shteti, sigurisht që çmimet janë ndryshe, duam që të jetë konkurrencë e drejtë, pra të fitohen të nderët nga I njëjti pozicion. Kjo është me rëndësi për ne besoj. Edhe një gjë që u përmend për sa I përket prokurimit, transparenca e proceseve të tilla kur klientët zgjedhin kontraktorët kanë disa kritere, nuk dua të përjashtoj ndonjë vend, por është me rëndësi të ndërtohen kriteret të qarta, sepse të sjellin kompani të qarta. Ka shumë përgjegjësi në kuptimin e autoriteteve kontraktuese, prokuruese, sepse janë vendimmarrëse për shumë nga këto. Pra të përzgjedhin ofertuesin më të mirë të mundshëm. Pra procesi I prokurimit është ekstremisht me rëndësi. You're welcome. Thank you. Thank you, Anna. Një falënderit gjithëve. Tani do të kaloj te zotriu nga Banka Botërore, ndoshta intervenimi I parë. Pastaj pyetje lidhur me strategjinë multimodale të transportit multimodal të Kosovës, ku janë identifikuar 5 miliard dollar nevoja për investime deri në vitin 2030. Si mund të qasën financa dhe çfarë mund të bëhet për këto? Ju falënderit për pyetjen. Pasi dëgjova diskutimin sot kam kuptuar se 5 miliard. Pika parë është shkalla e sfidës financuese është e mundur përmes buxhetit publik, financimit koncesioneve dhe kreditorëve tjerë si Banka Botërore të tjerët. Pra neve jemi të përcaktuar të financojmë projekte. Përsa I përket specifikave dhe infrastrukturës, andaj mendoj se incredibly important for the future, and we look at this across the Western Balkans and beyond, where investment is even greater. Mundësinë dhe nevojat investive janë shumë të mëdha, si për Shqipërinë dhe për vende të tjera. Atje është diku rreth 5 miliard. Pra, mendoj se kjo është fusha ku Banka Botërore dhe të tjerët mund të ndihmojnë përsa I përket projekteve infrastrukturore, ku mund të sjellë infrastrukturë përmes partneriteteve publiko-private dhe të garancive për investitorët dhe huadhënësit. Garancit zakonisht kërkojnë kamata më të vogla në treg. Dhe me të vërtet me këtë e ruani edhe jetëgjatësinë e asetit. Neve përqendrohemi në instrument. Thank you. Before I ask Sebastian on the PPPs, because that's, I would say, more or less
is the main and what IFC is doing, what IMF is doing, sorry. My question, Eric, you mentioned that there are a number of obstacles in transportation and waiting times, and so what needs to be done concretely? What concrete measures do we need to reduce these trade costs? I think it's a combination of things, right? I think when you want to lower trade costs, then you have a policy dimension. But the trade facilitation and transport side, I think you have measures you can take which are at the border. So that means fixing border crossing points, making the infrastructure more optimal, making sure processes are streamlined, and making sure the equipment are running. So that's at the border. I think on the border, I think the focus is today is more make sure that operations are efficient on the border. But then you have central systems, right? I mentioned the national single window, for example, where you have a single platform where traders can submit all the information that are required for the trade process. But currently you need an export license, import license, or certificate of origin, whatever document you need, you go to different agencies. Whereas you have a digital platform, so everything is centralized. You submit once, and it goes through each agency. I think that's one way of getting the trade costs down. I think a combination of physical infrastructure at the border, on the border, digital system, make sure that before you implement the systems that do business process engineering, so the processes are optimized. Thank you. Just a note before we proceed with this, Sebastian, you waited long, but just a second, please. Thank you, Mr. Dr. Gruber, for participating here. I know that you have to leave now, and I just want to let you know the Prime Minister is giving an interview and we'll be back as soon as possible. Thank you. Thank you. PPP and involving private investment. Yeah, that's a good question. I think the precondition to attract larger private investment is certainly to safeguard macroeconomic and financial stability, and this is an area where the Western Balkan countries have made big improvements over the last decade. I mean, and Kosovo is an example, as we discussed before. But again, this is only a precondition, right? It's a necessary but not a sufficient condition to attract larger private investment. So I think, let me mention three, areas where we think that there is room to improve and that will actually help boosting and attracting private investment in the Western Balkans. The first one is strengthening governance and institution. So this is an area that, in pretty much all surveys of foreign investors, typically ranked as at the top, right? I'm talking about the need to strengthen rule of law, contract enforceability, the efficiency of the judicial system. So that's one area. The second one is tackling uneven competition, and this means reducing informality, which is still pervasive across the Western Balkan region. Informality not only represents a drag on fiscal, but there is also creates unfair competition and limits private sector growth. Dicono konkurrenza, And it also limits overall productivity and dicono produktivitet. Ne investime. And the second Dyta source of uneven competition, I would say, is the large për footprint of konkurencë të pabarabarta. inefficient state-owned enterprises in key sectors, for example. Prezenca e ndërmarrjeve jo efektive shtetërore, për shembull në sektorin energjetik në disa vende të rajonit. And the third point Investime dhe e treta, pika is treta është addressing emerging labor adresi shortages and skills mismatches.
mungesave në fuqi punëtore dhe mos përshtatjeve. Diçka që kemi vërejtur si pengesë për rritje dhe investime. Dhe sëndi të aktivitetit është një mundësi për të tërhequr, për të mobilizuar panicat. Ka përjashtime, por është dizajn i barabartë që mund të për të tërhequr investime dhe si që ta vetëm duhet natyrisht duhet të sjellin përfitimet si për shembull duke sjellë investimet në sektorin privat e tjera, duke rritur eficiencën. Kjo është për të siguruar që korniza PPP ekziston, pra ka fjalën që të ekzistojnë. Rrallë të tjera PPP që janë të integruara kanë korniza fuqishme të vendet e Ballkanit Perëndimor. Kanë zhvilluar kornizat e tyre kanë përshtatur me standardet të veç poshtë ekziston nevoja për të pasur rregullat të qarta të prokurimit, si edhe lidhur me zbatimin e kontratave, zgjedhjen e kontesteve. Kjo është diçka që ka pasur zhvillimet e duhura dhe tash mendoj se është në fokus e duhet të jetë në implementimi të ligjeve të reja dhe sfundi dhe në voja ekzistencës e kornizave transparente fiskale. Mund të ketë rrisit të lartë fiskale edhe cënëshmërit fiskale që mund të ndikojnë në njëjtat. Faleminderit shumë Sebastian. Ministër Kosova ka përvojë për shembull në partneritetin publiko-privat në aeroportin, që është dhënë para 10 vjetësh, apo jo? Na planifikoni të vazhdoni me këtë? Veçanti nëse keni plane për të ndërtuar autoudhë të reja shtesë. Ju falënderit. Unë kam një mik shumë të mirë që është ministër i financave në Republikën e Kosovës. Më shumë shkatët, ka thënë ti, kujdesu për projektin, do të kujdesem për para. Pra nuk është diçka me cilën brengosem, por po, jam e sigurt. Fëmënaja e njeh shumë mirë, por Kosova është e hapur për mënyrat e ndryshme dhe rrugtimet e ndryshme. Mendoj se Ministri i Financave ka për të kujdesur për atë pjesën këtu për të implementuar dhe për të shtyrë projektet. Por mendoj se ajo që është shumë rëndësishme, që përmend këtu, është besimi në qeveri dhe mendoj se Kosova ka pasur një qeveri shumë të besuar në 4-5 vitet e fundit, që nga kryeministri ka marrë postin. Kjo shumë rëndësishme për investitorët. Mendoj se kemi nivelin më të lartë të besimit në qeverinë e rajonit. Dhe mund të them se mund të shtyjmë tutje, sepse transparenca dhe mbrojtja ligjore është shumë rëndësishme edhe për neve dhe për të gjithë investitorët që vinë në Kosovë. Duam të sigurohemi dhe jemi të hapur, transparent dhe ofrojmë shërbimet më të mira për të gjithë ata që duan të bëjnë biznes në Kosovë. Kështu do të jemi kryesor në rajon. Kosova ka një nga qeveritë më transparente nëse shikoni të gjithë indikatorët. Jemi krenar që kemi arritur të gjitha këtu në një afat shumë të shkurtër kohor dhe të vazhdojmë të bëjmë të njëjtën. Shumë rëndësishme po ashtu që të bëjmë reforma dhe siç e dini gjatë mandatit e kryeministit kur të kemi krijuar gjykatën komerciale, pra sigurohemi që të gjithë investitorët trajtohen në mënyrë ekspeditive dhe se investimet janë sigurta. Kushdo që vjen mund të ketë dyert të hapura, jemi transparentë, do të sigurohemi se investimi është i sigurt dhe se Kosova do të jetë një nga vendet më të mira dhe më tërheqëse për të gjitha investimet. Pra me krenari mund të them se Kosova po udhëheq rrugën dhe si investitorë. Miku shumë i mirë imi, Ministri i Financave, do të përgjigjet në ato pyetje. Ju falënderit. Falënderit. Është mirë që të keni një mik si ju. Diçka mirë kisha të zonja dhe zotrin. Mendoj se
patëm kohë për të përfshirë publikun në bisedë. Nëse ka pyetje, ju lutem urdhroni. Tani është momenti për të parashtruar ato. An exception. Question is to Mrs. Minister Mimosa Kusariglu. Zoni Mimora. Mimoza që ta pyetjen. Ajo tha. The last 15 years, the baby is now 17 or 16 or 15. Në 15 ditët e fundit, Mrs. Minister, we are now Minister of Industry. It's very important. But in the meantime, you always Në ndërkohë, ka qenë edhe kryetare komunët të një qyteti, Kosovë. Cili është dallimi për të marrë përgjegjësi, për të ndërmarrë diçka aktive në nivel lokal dhe në nivel qendror. She regrets it. Faleminderit për pyetjen, mendoj se është janë të dy rëndësishme. Do të ulem, do të qëndroj këtu. Janë të dy pozita të rëndësishme si kryetare komune. Ju zgjedhin drejt për drejt dhe ka të bëjë më shumë me një sistem ku ju merrni votat nga qytetarët dhe ju pastaj drejt për drejt jeni përgjegjës për të adresuar këto çështje. Jo gjithmonë gjithçka përfshihet, adresohet, ka gjëra të ndryshme, për shembull, nga elementi social, e të tjera që bëjnë pjesë e sektorit privat ose të qeverisë qendrore. Megjithatë, kam provuar të dyja pozitat. Kryetar komunë është më vështirë, mendoj, qëndron me juve. Gjithçka që trajtoni dhe ju jeni po ashtu të varur nga qeveria për miratimin e projekteve kryesore. Pra nëse unë, sekretari komunë, prezantoj një projekt që ka nevojë për konfirmim ose financim nga Bergji ose nga Komisioni Evropian, Banka Botërore të tjera. Prap ka nevojë për pëlqim qeveritar dhe bëhet të politizuar në kontekst asaj nëse keni mbështetje apo nuk keni mbështetje, për shembull, gjatë mandamit të këtij. Kisha një pengesë nga ministri i financave në atë kohë që nuk ka qenë miku imi. Unë shkoja prezentoja dhe gjeja mbështetje nga Bergji, nga jashtë Gjakovës. Dhe kur pritej konfirmimi nga qeveria, ministri më thoshte, për pse ta bëj këtë vetëm për Gjakovën. Unë i thosha, pse po, unë jam kryetari të Gjakovës, që keni të gjitha komunat mund të miratojnë cilët, por unë mund të bëj kërkesën vetëm për komunën time dhe asnjëherë nuk më ishte miratuar. Ndërsa tani, si ministre, mendoj se është më ndryshe, natyrisht bashku me kryeministrin dhe ministrin bashkë zyrtar tjerë qeveritar që janë koalicion, që tash edhe njohim shumë mirë në tjetrin. Parlamenti. Ballafaqohet me diskutime të nxehta, është një mjedis krejt më ndryshe krahasuar me në kohën kur kam qenë në ministri për herë të parë, por çdo gjë që ka të bëjë me këtë punë, unë mirë që më shofroj mundësia që të kthehesha në pozitë dhe të vazhdoja në një etapë të avancuar gjërat që kam dashur të i bëja. Për shkak të rrethanave të ndryshme nuk mund t'i bëja. Pra vetëm menoni për këtë. Kosova në vitin 2011 ka qenë vetëm 3 vjeçare, ndërsa Kosova në vitin 2006 kur jam emëruar për herë të dytë ministre, në ministrinë e njëjtë është një vend tashmë 18 vjet. Dhe nëse do të krahasoni. Bëni krahasimin me një person njeri, tash është person i moshës madhore dhe kështu pëlqen ta shoh edhe vendit tim, definitivisht. Është shumë më lehtë për të qenë ministër tash. Faleminderit. Do kemi pyetje tjetër nga audienca?